Shërbimet e policisë rrugore dhe drejtorisë vendore të policisë Ardhur Korç janë të angazhuar në përmbushjen e detyrime ligjore në parandalimin, konstatimin dhe evidentimin e shkeljeve të kodit rrugor. Duke qenë se qarku i Korçës është një pikë hyrëse nga disa pika doganore, gjatë sezonit turistik ka influks të shtuar automjetesh. Ne kemi përdorur gjatë punës tonë pajisjen inteligjente, dron radar për evidentimin e këtyre shkeljeve, të cilat kanë qenë kryesisht paragalimet e gabuara, mosvendosja e rripit sigurimit, tejkalimi i shpejtësisë, përdorimi i aparatit celular gjatë drejtimit të automjetit dhe pijeve alkolike. Gjithashtu, në qendrat urbane janë evidentuar dhe janë ndërshkuar drejtues mjetesh që kanë kryer parkimet e gabuara. Policia e Korçës ju bën apel gjithë drejtuesve të mjeteve të jenë sa më të kujdesshëm dhe të respektojnë kodin rrugor.